Kanë kaluar 2 vjet që kur Liridona Ademaj u vra në moshën 30 vjeçare në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës. Për vrasjen e saj, po gjykohet bashkëshorti Naim Murseli, i cili akuzohet se ka planifikuar vrasjen e saj me qëllim hakmarrjeje e përfitim financiar, konkretisht nga një sigurim mjetësor në Suedi që arrente vlerën rreth 260.000 euro. Sipas këtij akuzës, Murseli dyshohet të ketë planifikuar vrasjen me kushtrim kokallën, i akuzuar se ka njoftuar Murselin me dorasin Granit Plava, duke ju premtuar të dyve 30.000 euro. E ky përvjetori i dytë i vrasjes së Ademajt e gjejmë familjen e saj ende duke pritur drejtësinë. Vitet po ecin shpejt dhe ne ende po ballafaqohemi me kriminalet të cilët padrejtësisht të morën nga ne. Do të luftojmë deri në frymën e fundit duke kërkuar drejtësi për ty, motër. Kriminalet duhet të marrin dënimin e merituar. Rasti në gjykat monitorohet në vazhdimsi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, nga i cili thonë se rasti mund të marrë epilog në dhjetor. Kemi edhe disa seanca gjatë muajit dhjetor dhe normalisht që sipas planit se çka ka bën mund të kemi edhe epilogun e rastit, por gjithmonë duke pas parasysh varësisht për mbrojtjes të akuzuarve sa do të deklarohen apo mbrohen në heshtje, mund të kemi edhe ndoshta datën më të saktë të përfundimit të gjykimit në lidhje me këtë rast. Pa përfunduar kjo fazë, nuk mund ta dimë saktë epilogun dhe kohën brenda cilës do të përfundon. Sipas Kabashit, ka një element konkret që ka karakterizuar rastin. Do të me pas parasysh që gjatë gjykimit një rol jashtëzakonisht aktiv në marrjen e pyetje ka pasur i akuzuari, ku ka parashtruar pyetje në drejtim të dëshmitarëve, që është një drejtë e garantuar me legjislacionin tonë në fuqi, ndoshta për krahasim për raste të tjera të akuzuarit, në shumicën e rasteve pyetjet për ta i bëjnë mbrojtësit. Sipas ekspertit mjekoligjor që dha dëshmi në gjykat, ndjera ishte vrarë nga një largësi prej 2 deri në 5 cm. Nga viti 2010 deri në mars të vitit 2025, në Kosovë janë vrarë 59 gra.